Të nderuar shikues, sot kemi një histori që do t'ju prek thellësisht. Një histori nga Shqipëria, nga Tropoja, e cila përmban të gjitha sfidat dhe vështirësitë e jetës së një gruaje të re. Unë jam nisur sot për të takuar Arseniden dhe për të realizuar një intervistë ekskluzive për të njohur me historinë e jetës së saj, një histori jashtëzakonisht e dhimbshme. Jeta e dënoi për shkak të një vendimi që ajo mori në moshën 15 vjeçare, për shkak të një historie dashurie që rezultoi shumë fatale në jetën e saj, por jeta e ka ndëshkuar shumë rënd dhe ne do të mësojmë të gjitha dramat, të gjitha sfidat, të gjitha dhimbjet që Arsenida ka kaluar gjatë rrugës së jetës së saj si emigrante, një vajzë adoleshente, vetëm 15 vjeçare që u largua nga Shqipëria, nga Tropoja, dhe një vajzë ende e padal në jetë përballet me sfida të shumta. Unë e kam ftuar sot në podcastin tim, dua ta përshëndes fillimisht dhe ta falenderoj që besoi historinë podcastit Zëri i Mërgjimtarit. Arsenida, mirë se erdhe zemër. Mirë se gjej. E kam marrë në vitin 2014, datën 5 shkurt të 2014. Në fakt, nuk kam marrë si çdo vajzë që vjen ose te fejuari, ose te me vizë, ose si studente. Unë në fakt kam marrë e trafikuar nga një shtetas shqiptar që është nga fshati im. U lidha në moshë shumë të re, në fakt, isha një vajzë shumë e re, dashurisë minore, dhe të themi, dhe aty gabova në fakt. Arsenida, se dua të ta marrim historinë tënde hap pas hapi, dhe faleminderit që ke guximin një herë për t'i thënë të vërtetat ashtu siç janë. Tani besoj që jeta të ka mësuar dhe të ka bërë shumë të fortë dhe e ke kaluar dhe kthyer në forcë gjitha dramë që ti ke përjetuar në jetën tënde, por le të kuptojmë fillimin e rrugtimit tënd. Ti thua që u njohe me një djalë, në çfarë moshe Arsenida? 15 vjeçare. Vetëm 15 vjeçë. Si u njohe me ta? Unë kam qenë balltare ansamblit, Dardania Tropoj, dhe aty jam njohur në fakt. Ka arë si një biznesmen në thojza, sepse ishte një bos që çojke vajza Shqipëri-Angli trafikim. Aty mi mori me në fakt, isha fëmijë, isha 15 vjeçare, aty e pava, më pëlqeu si person, por prap kisha të frikën time se mos më shohin vëllezërit, mos më shef mami ose babi. Pra kisha të frikën, kisha të frikën, po përpos atë kisha një pëlqim në fakt. Dhe çfarë të tha, si të gënjeu, çfarë moshe kishte ai në atë? 35 vjeçare, më gënjeu për moshën, më gënjeu për emër, për mbiemër, për gjitha, më foli si ti ishte nga Vlora, nga Jugu. Dhe më thënë të gënjeu dhe për origjinën për të gjitha. Ndërkohë që ishte malsor. Patjetër malsor, dhe unë nuk e dija në fakt që ai ishte malsor. Unë aty më pëlqeu si djalë dhe thash që okay, unë do t'i them familjes. Por kur i thash mamit, tha no, mami tha, po i the babait tënd, tha të mbyt. Sepse prindrit e mi kanë qenë shumë liberal për karshi meje, po kanë qenë shumë fanatik dhe më kanë thënë që deca kanë qenë racional, Arsenida. Racional, po. Deca të bësh moshën 20 vjeçë ti nuk do kesh lidhje. Ky është një vendim shumë i drejtë që çdo prind do merrte për fëmijën e vet. Unë e mbështes këtë vendim që familjarët e Arsenides kanë marrë për vajzën e tyre, por Arsenida vendos të mos dëgjoj këshillën e prindërve dhe ky ishte gabimi më fatal që ti e ke pranuar. Kam besu deri tani që po e psoj ende, sepse prindi nuk mëson keq. Por unë isha pak kokfort. Dhe më tha që do ikim në Angli, do bëjmë një jetë mirë dhe eja. Ka qenë një grabitje. Si ndolli grabitje? Si u largove nga fshati, nga Tropoja? Nga cili fshati Tropojës? Nga Bujani. Nga Bujani, qartë. Pra, më trego pak skenarin e largimit nga shtëpia dhe si e mora atë vendim. Ishte në fshehtësi, besoj, sepse familja jote nuk ishte dakord. Si ndolli? Na jep detaje për të. Kam qenë një dasëm, kemi qenë si ansambël, dhe unë aty kam ikur. Nga dasma, unë kam ikur. Kam bërë një gabim shumë të madh. Arsenida, çfarë të premtoi ky djali që më premtoi martesën me të, më premtoi jetën me të, më premtoi gjërat më të bukura se ç'mund t'i premtoj një mashkull e një femre. Dhe unë ato i hangra. Qartë, erdhi një herë të vetme të shtëpia jote për treguar seriozitet? Asnjëherë. E pyesja, eja, jo, kam punë, jam bizi.
Ti pra u gënjeve, sepse ishe shumë e re, 15 vjeçare. Më shumë të re, dhe dhe më thënë, kur kam ikur unë mbas orës 7 të darkës që mbaj mend, ka qenë për mua gjëja më vdekjeporse, le të themi për maman time, sepse baba im ka rraf maman time. Ti ke parë s'kena dhunën familje nga babai ndaj nënës? Jo, kena dhunën nuk kam parë, por që vetëm dialekti i babait tim ishte shumë agresues. Dhe kur kam ikur unë nga shtëpia një ditë përpara, në fakt, nuk mund ta shikoja maman time në sy. Kisha frikë, kisha pasaportën me veti, dhe prape kisha të frikën t'i them apo mos t'i them mamit, se mami nuk di ka si gjë. Nuk kam fjetë gjithë natën, të nesërmen, kam shku në dasëm. Po a kishe frikë Arsenida ta merrje gjithë atë rrugë në një kohë që ti nuk e dije se kush është ai njeri, nuk kishe të dhëna, nuk kishe informacione, ishe një fëmijë që po largoheshe nga xhiri i familjes tënde kundra vullnetit të tyre racional. Kishe frikë, cilat ishin ndjesitë tua, çfarë të rrembeu aq shumë që të detyroi ose në farë mënyre të entuziazmoj për të marrë atë rrugë të panjohur? Më gënjeu Anglia një herë, sepse ishte emër madh të vish në Angli. Pra dhe Anglia. Anglia në radhë parë. Në radhë të dytë më pëlqeu si djalë. Nuk mund të them që isha rënd tashni, po kish një pëlqim. Dhe e treta thash që të shkoj një herë unë në Angli, dhe mos ndoshta prindit atëherë më kërkojnë dhe mund të flas me të. Pra ti mendoje që do ta pëlqenin, do ndiheshin krenar prindrit kur të marrin vesh që ti erdhe në Angli. Kush ishte me ty? Kishte vajza tjera gjatë rrugës? Vetëm unë isha. Ma trego pak kur erdhe në Angli, ku të çojnë, në çfarë vendi, si nisi jeta juaj? Në Belgjik ka nisë në fakt. Në Belgjik? Në Belgjik kur kam shku në hotel. Dhe në mënyrë ilegalisht je nisur? Ilegalisht. Si kalove? Na e përshkruaj. Në autobus. Nga nga Kosova. Kam bërë në Belgjik. Kam bërë 4 ditë. Kam parë një njoftim që është shpall nga familja ime që vajza ka humbur. Sa kohë? Ku e ke parë këtë njoftimin? E kam parë në Facebook. Pas sa kohësh nga largimi jot? Mbas 3 vitesh. Mbas 3 vitesh ke parë këtë një. Dhe për 3 vite ti nuk kontaktove fare me familjen tënde? Nuk kam mundur, nuk isha ftyrë të kontaktoja, sepse domethënë turpnimi. E qartë, gjatë këtyre 3 viteve, sepse do të kuptoj momentin kur ti nise jetën në Belgjik, ku qëndrove, si ishte jeta? Në moment që kam qenë në Belgjik, aty më ka vendosur një dhomë hoteli, më ka rrafur. Direkt? Më ka rrafur. Po pse, çfarë bëre? Sepse aty jetova që ky nuk është ai që unë mendoja. Edhe unë thash, unë e kam dajën në Belgjik, edhe unë do iki të daja. Më ka kap, më ka rraf, po ashtu edhe më ka përdhunu. Dhe nga aty e kam parë që jeta ime ka mbaru. Thjesht më kanë kujtuar fjalët e nanës, atë që më ka thënë, vajza ime doja pas shedhe kësaj pune. Sepse mami pak a shumë e dike që unë kisha një lidhje, por nuk mundi t'i thosh të babit. Dhe tha mami, tha, kujdes, aty më kanë kujtu fjalët e nanës, dhe aty e kam thënë, o zot që e kam bë vetës. Do mbys vetën. Po prap nuk e kam byt për hir se thash të mbys vetën unë, do qajnë mami im që tjetër. Dhe ky ishte i pari në jetën tënde? I pari që abuzoi me ty? Më ka pru këtu në shtetin anglez. E qartë, në Belgjik, një moment, se du të kuptoj pak jetën tënde aty, arriti të trafikonte? No, në Belgjik no, sepse këtu kishte rjetin në Angli, jo në Belgjik. Në çfarë viti dhe i herë bëhet fjalë? 2014. Sa qëndrove në Belgjik? 3 ditë. Vetëm 3 ditë. Dhe më pas më ka marrë me kamion dhe në Kent të Belgjikës kam hipur në kamion. Aty domethënë ka qenë vdekja.